Afati për paraqitjen e kërkesave për legalizimin e objekteve të ndërtuara pa leje ka përfunduar gjatë ditës së djeshme. Këtë e ka konfirmuar në programin e paraditës në Radio Televizionin Presheva, drejtori për urbanizëm në Preshev, Shaban Jashari. Sipas tij, prej shpalljes së njoftimit për legalizim nga data 31 tetor i vitit të kaluar deri më 29 janar të këtij viti, në përgjithëta bashkitë lokale të komunës son janë paraqitur gjithsej 1100 kërkesa të reja nga ana e qytetarëve. E në anën tjetër, 500 kërkesa kanë mbetur për rishqyrtim nga periudha e kaluar. Po interesimi qytetarëve shihet me vetë numrin e kërkesave në territorin e komunës tonë, po duke pas parasysh pengesat që paraqiten sidomos në kyçjen e sistemit të rrjetit të rrymës, pengesa më e madhe që s'kan mundësi mu kyçën rrjet elektroenergjetik pa pas ose lejet ndërtimit ose lejet legalizimit. Domethënë që aty ka qenë me siguri ajo që i ka shtien qytetar çaq me pasën interesim të madh. Edhe dal nga dal po vedisohen edhe qytetarët. Besoj që në të ardhmen kjo bazë të informatave që kemi për Ministrisë Përkatëse është ndoshta hera e fundit që hapet legalizimi, se edhe neve na paraqet pengesa për shkak që njerëzit punojnë pa leje, vjen legalizimi edhe ndalen procedurat e marrjes lejes në mënyrë të rregullt. Kemi pengesa, po të shohim tash. Kushtet për legalizim nuk janë çaq vështira, ne si komunë ku kemi pas mundësi, kemi bërë lirime. Drejtori për urbanizëm, Veshtjera potencon se është një mundësi shumë e mirë për ata që mendojnë regjistrimin e objektit ta bëjnë në katastar. Mbas fjalëve të ministrit të resorin përkatës, objektet bile të kenë pronar. Paraqiten në shërbimin e geodezisë, objektin pa marrë parasysh kur është ndërtuar, ta regjistrojnë aty si pronë vetën. Me fjalë të ministrit, objektet që janë vetëm të regjistruara nuk vjen deri tek rënimi atyre objekteve. Me fjalë të ministrit përkatës, domethënë të resorit përkatës. Për të ardhmen i kisha sugjeruar qytetarët paraqiten te ne, ofrojmë informata të vëllshme dhe të mos të ndërtojnë pa leje, se pastaj kemi probleme në kyçjen infrastrukturë. E din vetë qytetarët, pushiet edhe numri i gjitha atyre që janë paraqiten, problemin më të madh kanë në kyçjen infrastrukturë. Legalizimi i objekteve është një ndër kriteret e Bashkimit Evropian që duhet të përmbush Serbia, pasi përmes këtyre të dhënave dhe sistemit GPS identifikohet çdo vendbanim.